Selam aleikum. Selam aleikum të gjithë. Mirëmëngjes. Aleikum selam. Imomi që ka në celular. Jo, po mundohem të gjej live-in, po nga këtu s'ma jep nuk e ke celularin. E për të shofa kam dhe unë live-in. Shime valla, ose më jep celular tjetër që ti jemi bashkë me vëllezërit me motrat që na ndjekin. Po. Më fali sa minuta kemi derisa ta mbyllim që Do të jemi diku ke 6 minutat. Bismillah. Më thonë 6 minuta. Kjo tregoj që është kështu. Ta shijojmë lejimin e Zotit deri në fund. Mashallah. Ka thonë shpejtonin në iftar dhe vononin syfyr. Duke mbajt fundin. Në Facebook janë sa u hap 140 veta live. Ka njerëz që fillojnë domethënë selam aleikum nga Korça me Facebookun. Mashallah. Më ke lënë këtë Facebook, më duket kam përshtypjen se është kjo mosha e çik më e madhe. Vetë që majt të rit. Ja, më s'po kom fare sot. S'kam as nuk e gjesha dot në live-in. Mashallah. Alhamdulillah Zotit. Alhamdulillah. Edhe dita e gjerimit e shpejt. Nuk Jo, alhamdulillah. Pjesa shqyr. Burej kishte vënë një status bukur 2 ditë, tha kalon shpejt, të bukur. 2 ditë. Faleminderit. Imagjinohet se si mund të jetë fundi. Megjithëse na mund të thotë se në Instagram, fal Allah, jemi 2046 vet. Mashallah. Gjithmonë domethënë merr atë që ka më shumë njerëz dhe rini. Që ka me risk, do. Jo, mashallah, shumë mirë. Që ka me risk, do. Shumë mirë. Edhe ne në Facebook fillojmë ngremi se ne mosha modhe këtë vim avash ngremi, po nuk bim më pastaj. Mashallah, me thon drejtën, nga statistikat, pak a shumë janë aty aty. Mosha mesatare që ka u bona me 2 biles tani. Oh. Edhe mosha mesatare e Instagramit dhe e Facebookut janë më shumë që e ndjekin 24 dhe me 32. Mosha 24 vjeç me 32. Mashallah. Ka pas qenë start, ndryshe nga për shembull ne çdo vit kemi thënë që është shumë më shumë. Po për zotin e madh, domethënë me çfarë po shoh kësaj radhe agjerimi është në mas, biles me një nga televizionit që po bësha fjalë të stafi, thotë vetë për shumë nuk është se ishte praktikane dhe tha, tha ka fillu, tha kur kam qenë, tha më fillim fare në këtë televizion, tha ka pas vetëm një, tha. Pastaj tha nga pak, tha, dhe filloi e shifja, tha, edhe juve, tani tha, imagjino 80% e televizion. Mirë shqyr Zoti, Allahut, vetëm nga agjerimi s'vjen asnjë e keq. Alhamdulillah. Vetëm nga agjerimi ka vetëm begati, po flasim vëlla, agjerim që thot pejgamberi alayhis salam, kush nuk lën fjalën e keqe, veprën e keqe, kush nuk lën ignorancën, Zoti thot i gjithësisë nuk ka nevojë të lëni ushqimin edhe pijen. Pra po flasim për agjerim. Kush nuk lën fjalën e keqe, kush nuk lën veprën e keqe, kush nuk i shmanget ignorancës, Zoti s'ka nevojë të lejë ushqimin edhe pijen. Pra ky është agjerimi. Imagjino që njerëzit gjatë ditëve normale edhe mund të bëjnë diçka të keqe, mund të flasin diçka të keqe. Kurse në muajin e Ramazanit është amnistie plot. Pra, duhet patjetër që të quhet te Ramazani. Kur them quhet që të marrësh ajkën, po flas të marrësh shpërblimin e plot. Se sot ne skemi këtë temë, po duhet flasim i gjatë të lezetshme. Që ti do ngacmosh pak masit mbyllet syfyri që si është çështja e agjerimit, për shkak të çështja e namazit. Ta bisedojmë pak sepse ka njerëz për shembull që e lën namazin, nuk e falin, se thot mikën mendja, nuk e kam mendjen. Ose ka njerëz për shembull që e dëgjojnë pa shpjegimat e timen që kush nuk lën fjalën e keqe, veprën e keqe dhe ignorancën, s'është i nevojshëm Zoti për ushqimin edhe për pijen më e lënë. Ka na njëri që fol në një fjalë të keqe gjatë ditës e thot pa e lej fare se jo, nuk është kështu. Këtë po të kujtu
më ngacmon Jo, pak patjetër, sepse është patjetër. shumë interesant. Po vim, A u mbyll la? po se U mbyll më mirë të jemi të sigurt. atëherë për Jemi neve, të sigurt neve që- s'po ngacmojmë për të pi, për të bërë një pjesë të në Insta thot nuk dëgjohet zëri. Më Me- thon nga Facebooku. Në Instagram, a? Po, në Instagram thot nuk dëgjohet zëri, thot. Më thon nga Mm. Facebooku, shumë selame nga njerëzit, Marina Bica nga Elbasani. Ka Ramo Mehmedi nga Kopenhaga, selam, thot. Inshallah shpresojmë që tani të dëgjohet, sepse ndoshta edhe mikrofoni kishte nevojë të ishte pak më lart. Okej. Në podcastin e kaluam folëm për shahadetin. Ka shiju shumë, sidomos pjesa domethënë e djeshme ka qenë fantastike. Por ne ngacmuam ka hadithi përveç shahadetit ngacmuam edhe tek falja e mëkateve, tek istighfari. E kemi të nevojshme shumë këtë muaj dhe kemi nevojë të flasim mbi këtë temë. Pejgamberi alayhis salam, Allah ka thonë mirë për atë që jeton Ramazane si falen gjinafet. Pra duhet ta ndajmë për veten tonë. Edhe për vëllezërit dhe për motrat që na ndjekin, qofse në këtë Ramazan vjen dita Bajramit. Dhe ne nuk I kemi bërë sebepet që sunduesi I madh suprem na fali gjinafet, ne s'kemi bëj gjë në Ramazan. Si do ta kuptojmë këtë? Kur themi mirë, si do ta kuptojmë? Se nganjëherë nga që ngacmove, më përpara më the që duhet I sqarojmë disa gjëra. Si do ta Po. kuptojmë? Duhet ta kuptojmë që aq e madhe është mëshira sa duhet të jesh shumë I keq mos Po, përfitosh, po, apo mirë që duhet të jesh shumë I kujdesshëm sa që çdo lloj gjëje domethënë se nganjëherë ka edhe në sensin e frikës. Jo, domethënë dhe përgjithësi ka feja, Patjetër. se edhe pa përgjithësi fare pastaj s'ka kuptim. Në temat që ne trajtojmë mundohemi të japim hakun temës. Pra, as ekstrem nga një anë, as ekstrem në anën tjetër. Ramazani don seriozitet. Ramazani nuk është lojë. Por muaji I Ramazanit ka aq shumë mëshirë brenda. Dhe aq shumë kujdes hyjnor brenda. Dhe aq shumë avantazhe. Sa është gjinaf I madh, pra duhet të jesh shumë I keq që në fund të këtij Ramazani, edhe çdo Ramazani që na jep risk I madh I Zot jetojmë, do të jesh shumë I keq, do të kesh qenë I papërgjegjshëm fare, që ditën e Bajramit mos të jesh si fëmia I pastër nga gjinafet. Pse? Sepse të përgjithshmen e asaj që kërkohet bësh, siç është largimi, nga ushqimi, nga pija, nga pasionet gjatë ditës, dhe në të njëjtën kohë nga fjalët e këqija, nga veprat e këqija, edhe nga ignoranca. Shi sa bukur e thot, pra agjërim dhe ignorancë nuk kanë asnjë të përbashkët. Me agjëru çuditshëm, pas një lloj ndërgjegje, pas një lloj ane shpirtërore, pas një lloj edukate, pas një lloj etike, tregon që ti po bën një agjërim ignorant, të paditur. Dhe këtu rrezikohesh. Po nëse ti mundohesh që edhe kur të ikën ndonjëherë gjua, ti kërkon. Këtë doja me të Po, thonë, se po, këto mirë. 2-3 ditë e para, edhe si Normal. jemi në pozicionin që vendorën përpara, mos, ose i se jemi në Ramazan se Po, kjo tipsha përgjigje Po, tjetër. pra kjo është e bukura. Mhm. Sepse pse Zoti I gjithësisë e vlerëson kaq shumë njeriu, se ka të bëjë me formën si e ka krijuar atë. Ne jemi krijuar që të bëjmë dhe gabime. Ne jemi krijuar që të themi diçka e cila nuk është e mirë. Po kjo që prit se jam me Ramazan, kjo të ngre shumë ke I madhi Zot. Pra ti tregoj që ti nuk je si mujt e tjerë. Mhm. Ti tregon që je I përgjegjshëm, që është I muj mallnushëm, që duhet me qenë të kujdesshëm. Mhm. Dhe në kohën që ti je I përgjegjshëm, I madhi Zot ti fal të gjitha gjinafet e jetës. Elhamdulillah. Dhe tekstet që vinë një nga ato, që po përmendja është mirë, kuptimi I saj është mirë, pra katastrofë për I person që e le Zoti gjallë të jetojnë muaj të mallnushëm të Ramazanit dhe nuk I falen gjinafet gjatë këtij muaji. Dhe s'përfiton asgjë. Sepse ke për shembull men sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjiron muajin e Ramazanit, po me kriteret që ne I tham, do t'ja fali I madhi Zot gjitha gjinafet. E dyta ka thonë men qame, kjo ishte men same, kush agjiron kjo është men qame, kush falet. Pra fal Yatsin, fal Teravit, ai sa ka mundsi.
Allahu do t'ja fali sot gjinafin. Men qame lejletul qadri imanan wa ihtisaba. Vjen pastaj nata e qadrit, nata e mëdhnushme. Thot kush nati jep hakun pra falet, e bën në një vepër të mirë, Zoti do t'ja fali gjinafet. Pra në gjitha format i madhi Zot i ka shtruar një autostradë që quhet Ramazan, që njeriu të ecin të dhe të përfundojë me sukses shumë të mira, ndërto është falja e madhit Zot. Kjo është arsyeja që ne i kemi nis ligjëratët në këtë muaj të mëdhnushëm me hadithin që 2 gjëra e kënaqin të madhin Allah, 2 gjëra ju si shmangeni dot atyre. E para shahadeti, pra që është fillimi, mesi dhe fundi, pra që Zoti është një dhe një i vetëm, i qofshim atij fal. A di si është puna jonë si musliman dhe muslimane? Ne jemi ngar me shahadetin. Pra ne jemi njerëz besimtarë në Zot, edhe besimtare, motrat tona ndershme dhe vëllezërit ton. Tani gjithë themi la ilaha illallah. Kuptimi i fjalës la ilaha illallah është që nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet përveç se Zotit që na krijoi neve dhe universin. Kjo është kuptimi i shahadetit. Nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të vërtetë përveç se ai që na krijoi, jo Zota të rrejshëm. Jo Zota që s'kan krijuar asgjë. Por Zoti që krijoi universin dhe në këtë univers deri tani, sipas Kuranit famlar dhe librave të shenjtë, po sipas shkencës moderne, nuk është parë akoma, nuk është zbuluar akoma një krijesë madhështore si njeriu. Ole kat karamna beni Adem, e kemi nderuar birin e Ademit, thot Kurani. Tani shkenca çdo ditë me teleskopet më të fuqishëm po zbulohen planete pafund. Çdo yll, si dielli jon, ka shumë planete përreth. Dhe nëse themi ka 200 miliard, po flas vetëm për galaktikën tonë, 200 miliard yje. Çdo yll nga këto ka nga 10 planete, nga 11 planete, nga 5 planete, nga 20 planete, si sistemi jon diellor, se edhe dielli është një yll apo jo. Si dielli jon në vetëm në rrugën e qumshit, galaktikën tonë ka 200 miliard yje. 200 miliard yje, vetëm nga 5 shumëzoje, bëhet i numër i frikshëm. Bëhet 1 trilion yje vetëm galaktikën tonë. Në të gjitha çfarë shpar deri son planete s'ka jetë. Pra s'ka njeri. Wala kat karamna beni Adem. E kemi nderuar shumë birin e Ademit. Ne pra që ne këtu që jemi në live, ato që na dëgjojnë dhe ne, dhe gjithë kushto që është në botë që beson Zot. Allahu. Tani, më thuaj çfarë është zbulu tjetër në këtë univers? Një krijesë i njeriu që është i vogël në fizik, po e përfshin gjithë universin në mendjen e tij gjigante që ka. As si krijesë sot, çdo gjë që është zbulu deri sot, nuk ka një qenie tjetër si njeriu që është i ndërgjegjshëm për qenien e vet, i ndërgjegjshëm për atë që e rrethon, ndërgjegja e tij shkon derisa njeh Zot. Kjo është për tu dridh trupi. Dhe vetë Islami, Kurani, pejgamberët, po edhe shkencëtarët e sotëm thonë, nuk ka gjë më të mrekullueshme se sa truri i njeriu, që janë 100 miliard neurone që funksionojnë të ndërthura me njëra tjetrën që ne të kemi ndërgjegjen. Ti ta njohësh veten kush je dhe unë ta njoh veten kush jam. Ka me miliarda gjallësa tjera, nuk e kanë këtë vetdije të madhe që ka njeriu. Dhe kjo vetdije që na dha i madhi Zot na bën neve ta përkufizojmë gjithë universin. Ne jemi shumë të vegjël, po ne e përfshim. Ne jemi të vegjël shumë, po ne kemi zbuluar universin që është shumë më i madh se ne, se Zoti na dhuroi logjikën, trurin, mendjen, ndërgjegjen. Allahu Akbar. Po. Kjo është bukuria e krijesës njerëzore. Dhe ne tani na ka dhënë Zoti aq shumë potencial sa ajo që jemi ndërgjegjshëm. Po ulemi në podcast dhe trajtojmë tema të mëdha, siç është kërkimi i faljes ndaj Allahut më mëdhenueshëm. Kam një pyetje që më erdhi shumë natyrshëm. Si? Po. Po jo, si kemi prek ne. E kemi mbyll. Kam një pyetje që po më buronte nga gjithë kjo madhështi që po shpjegoje për universin edhe që njeriu është ndërgjegja e universit, shumë e bukur. Si kënaqet Allahu kur ne kërkojmë falje? Zoti i madh është i panevojshëm për ne. Pra Zoti s'ka nevojë për ne. Zoti ka gjë të veçantë. Zoti i gjithësisë është shumë i mirë. Që do të thotë, ai kur ne pendohemi dhe kur ne kthehemi dhe kur ne kërkojmë falje dhe kur ne ecim rrugën e drejtë, ai kënaqet shumë. Sa?
pejgamberi alayhis salam ka përshkruajtur diçka shumë të bukur. Ka thënë Allahu ashaddu farhan. Tha Zoti kënaqet më shumë kur pendohet njeriu dhe jep shembullin pejgamberi alayhis salam. Thot i madhi Zot kënaqet me pendimin e robit i. Pra kur ne themi o Zot më fal, unë do kthej sa të kem më shumë mundësi në rrugën e drejtë. Kjo është pendimi, që kthehesh nga gabimet në veprat e mira, nga kotësia në rrugën e drejtë, nga ignoranca në dituri, nga errësira në dritë. Kjo është kuptimi i udhëzimit, që ti pendohesh për gabimet edhe për rrugën e keqe që ke qenë. Ka thonë gëzohet më shumë Zoti i gjithësisë me njeriu se sa një person që po udhton shkretir. Në përpara ishte shumë e vështirë. Merje kafshën, po themi deven apo një kal, sipas mundësisë që ishte, dhe rruga ishte shumë e gjatë dhe pjesë të veçanta ishin shkretir. Pra ti ishe i mbaruar pa kafshën që t'u thoje, pa ushqimin dhe pijen që merje me vete. Tani thot një person po udhtonte dhe gjatë rrugës në nxehtësia madhe shef një pemë me hije. Dhe thot po ndaloj pak të pushoj, edhe pastaj do vazhdoj rrugën. Shtrihet në hijen e pemës për t'u qetësuar zën gjumi, e hap syt, zgjohet, sheh që kafshën nuk e kishte. Kafsha ishte jeta. Mbi kafshën ishte ushqimi dhe pija. Imagjino tani të mbetes në shkretir pa ushqim, pa pije, pa kafshën. Edhe çohet i stresu dhe shkonte majtas djathtas nga të gjitha anët, gjente i shalla, po e shikoj që ta merrte kafshën se aty kishte ushqimin, pijen dhe do të vazhdonte udhëtimin. Edhe imagjino në vapën e madhe, kërkoi, u lodh shumë, nuk e gjeti. Po kthehem thot paktën, e di që do vdes, po kthehem ka ajo pema që të paktën mos më kapi dielli drejt për drejt. Të shijoj pak hijen, edhe pastaj kaderi i Zotit pasaqen që unë më ndru jetë. Shkon thot, edhe ulet prap në hijen e pemës nga lodhja madhe, e zen prap gjumi. Kur i hap syt, kishte ardhur kafsha përballë. Dhe thot profeti alayhis salam, ju kthy jeta. Tha, nga gëzimi kur e pa prap kafshën, tha, o Zot, tha ti e robi im, unë jam Zoti jot. Kjo fjalë që nxjerr nga feja. Ti thush ti Zotit, ti e robi im, por thot, nga gëzimi madh, pa dashje, ngatroi rolet. Vetëm thon, o Zot, unë jam robi jot, ti je Zoti im. Faleminderit që më solle kafshën, tha të kundërtën. Imagjino ç'a gëzimi. Tha Zoti gëzohet më shumë se sa ky kur ne pendohemi. Si ç'a Zoti kemi. No. Pra i madhi Zot kur ne hym rrugën e drejtë, në rrugën e Zotit ton dashur, ai gëzohet shumë. Po do thosh ti edhe me drejt. Po më Zoti ndore ka me na udhëzuar neve. Ja pra këtu është bukuria njerëzore. Ta zgjedhësh rrugën e drejtë me dëshirë. Të kërkosh falje me dëshirë, se po do të Zoti e bonte me imponim, po nuk do ketë shpërblim. Zoti na ka lënë neve në sprov, në zgjedhje të lirë. Pra neve zgjedhim rrugën e drejtë duke pas mundësi me shku në rrugën e keqe. Këtu Zoti me dashje urdhër e ka dhe ne na shef gjithë jetën sejdë, nuk është ky qëllimi. Këtu është bukuria e krijesës. Nëse shpar tham kapaciteti i mendjes, tani po flasim kapaciteti i zgjedhjes lirisë njerëzore. Dhe ne nuk na imponon njeri me agjëru. Apo jo? Edhe ne, edhe vëllezërit edhe motrat që na ndjekin. Ai kemi zgjedhur me dëshirë. Edhe ne nuk jemi të pamundshëm të hajmë edhe të pijmë gjatë ditës, ha? Edhe ne po duam që të shajmë gjatë ditës, të ofendojmë në njërin, zihemi me dikën. Pse se bëjmë ne këtë? Edhe vëllezërit, edhe motrat të nderuara që na ndjekin. Pse se bëjmë? Se bëjmë për respekt të madhit, Zoti qofshim atij fal. Kjo është që vlerësohet, kjo s'ka pasuri tjetër që afrohet. Që ti me dëshirë, me koshiencë, me vetdije, me dituri, me ndriçim, me udhëzim, ti i bën gjithë të gjërat mira. Nga herë vëlla kam frikë se bëjmë gjëra më të mëdha se ç'i kuptojmë atë që bëjmë. Është interesante se po e lidh podcastin shumë bukur, duke folur për Zotin e universit, shumë madhështor, që kënaqet një lloj se ai personi që, më thon, më shumë se sa ai që i erdhi kafsha, i erdhi jeta, praktikisht i erdhi jeta për të vazhduar udhimin. Dhe kur e mendon nga i krah që është i pa nevojë për gjithçka, që i komandon universin, që i ka gjithçka,
dhe gëzohet në momentin e pendimit, më thënë në raportin ton që jemi shumë të vegjël në këtë univers, atëherë vërtet shkon në mendje, ore sa Zoti mirë, më thënë dhe sa i vëmendshëm dhe me sa dashuri e ka këtë krijim. Por sa e rëndësishme është kërkimi i faljes nga ana jonë, se nga ana e Zotit e kuptuam që e ka. Me thonë drejtën, jo pa qëllim pejgamberi alayhis salam tha shtoni shahadetin, po, edhe kërkimin e faljes. Pejgamberi jon alayhis salam çdo ditë thot i kërkoi falje të Madhit Zot dhe pendohem tek ai 100 herë. Allahu akbar. Pejgamberi alayhis salam. Njerëzit, është shumë interesant. Njerëzit që rrinin me të kërkonin nga të gjitha anët, t'ja gjenin mënyrën me i thonë që po i kërko falje për ne. Po i dhe dua për mua. Po, kjo ishte privilegji atyre që jetonin me pejgamberin alayhis salam. E tregohet i herë Aisha radhiyallahu anha, bashortja vet. Thot hyri profetin alayhis salam në shtëpi. Edhe thot e pash që ishte i lirë, se angazhimi ka qenë maksimal, edhe ishte shumë qef. Dhe i thot pejgamberit, tha, o i dërgumi Zotit. Po i tha pejgamberi alayhis salam. Aisha ka shku shumë mirë me pejgamberin. I keni gjuhë këto prallat, jo ishte e vogël, jo ishte e madhe. Tani, nga ky hadith, do kuptojmë sa e mençur dhe sa e madhe ishte në moshë. I thot, o i dërgumi Zotit. Edhe, a Zoti ka thonë Kur'an, o ja ju e nebi, ja ju e rësul, o ti i dërguar, o ti që ti pet shpallja, dhe njerëzit nga respekti që Zoti ka pasi jo drejtu në Kur'an dhe bashortja i ka thonë o i dërgumi Zotit. Allahu. Nuk i ka thonë Neiro Muhammed. Ka thonë ja Rasul Allah, o i dërgumi Zotit. Bashortja vet ka qenë. Subhanallah. Ka thonë a i lutesh të Madhit Zot për mua. Dhe pejgamberi alayhis salam me mirësinë si tham radhës si kaloi, kanë besaman, ishte gjithmonë i buzëqesh. Njeriu më i lirshëm që ti të rrije, që s'dvet asnjëherë në siklet, që gjithmonë i shndriste fytyra si dielli, ishte pejgamberi alayhis salam. Ebu Hurajra thot, kur buzëqeshte pejgamberi alayhis salam, sikur dielli lundronte në fytyrën e tij. Tani për këtë njeri kishte të bëje, e kishte bekuj i madh i Zot në gjitha aspektet. Dhe pejgamberi kur i thot Aisha kërko falje për mua i ngrëndurët, ka thonë Allahu maghfir li Aishata ma qaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Falja asaj gjinafet e mëparshme dhe të mëvonshme që do t'i bëj. Mëkatet e vogla dhe mëkatet e mëdha. Dhe mëkatet që ti i din dhe ajo nuk i din. Se për lutje pejgamberi ishte vetëm nga lutje ta shohësh si ka drejtuar të Madhit Zoti qofshim fal, mjafton për ta kuptuar që o pejgamber. I ka bo ato në të ndërthurara dashuri hyjnore me dije të madhe. Ka thonë o Zot, falja Aishës mëkatet e mëparshme dhe mëkatet e mëvonshme. Pra i ka përfshirë ato që do i bonte derisa të vdiste. Mëkatet e vogla dhe mëkatet e mëdha. Dhe mëkatet që ti i din ajo nuk i din. Se nga herë çfarë bëjmë? Nuk e dim që kemi bërë mëkat dhe nuk kërkojmë falje për ato. Pejgamberi i ka përfshirë edhe këto brenda lutjes. Aisha nga knajsia, valla, se kur bote dua ju drithte toka. Nga knajsia e tregon vet, qeshi aq shumë se tani po flasim për i pejgamber që bën dua për bashorten e tij dhe dashuria dhe harmonia midis tyre. Thot nga knajsia, duke qesh e vuri kokën në kraharorin e pejgamberit alayhis salam. Ke parasysh aq lirshëm ishte situata dhe aq u kënaq shumë edhe e vendosi kokën në kraharorin e pejgamberit. Pejgamberi alayhis salam i boni përshtypje, tha, o Aisha, kaq shumë u kënaqe? Tha, e kush mund të guxoj në këtë botë mos të kënaqet kur ti i bën dua? Tha, dëgjoj. Këtë lutje unë e bëj në çdo namaz për muslimanët dhe muslimanat. Allahu akbar. E kupton? Pra, unë po e bëj për ty, po unë e bëj në çdo namaz për gjithë muslimanët dhe muslimanat këtë lutje. Pra pejgamberi alayhis salam çdo namaz thoshte, o Zot fal gjithë muslimanët dhe muslimanet, mëkatet e tyre të mëparshme dhe të mëvonshme, të vogla dhe të mëdha, mëkatet që ti i din dhe ato nuk i din. Pra, kjo tregon harmoninë që kishte pejgamberi me bashorten e tij, lirshmëria që ai i jepte familjes,
Knajësia që ja jepte derisa ai ishte ushlue tëra në krahërojën e pejgamberit, nga knajësia, dhe kjo është t'japim knajësi me njerëzit që rrimë, t'japim knajësi në familje, kush na dëgjon, duhet të jetë musliman i mirë në familje dhe musliman e mirë. Ke parasysh vëlla, ne na prishet pak interesi dhe ne e kthejmë mbrapsht familjen. Pra apo flasim për islam real, apo flasim të paktën në muajin e mallnueshëm të Ramazanit. I drejtohem gjithë atyre vëllezërve dhe motra, jeni të durueshëm familjen e juaj. Jepini familjes knajsi, aq sa është e mundshme. Mos ta kthejmë në idealizëm. Se unë e di për shembull, ne e themi kështu dhe fëmia i thotë, "Ama bab, një gjë thotë se ti nuk na kënaq neve." Sigur atë e ka rrit dikush tjetër, a se ka edhe kështu. Apo një gjë gruaja tani i thotë, "Ama burr, ke ngel mrapa me pejgamberin alayhis salam." Mos ta kthejmë tani në idealizëm, po të paktën të jemi vëllai i dashur të kujdesshëm. Të ketë raste kur bashortja ta vendosi kokën e saj në krahërojën e bashortit sikur janë një, edhe të kërkojnë falje për njëri tjetrin. Edhe kur mërziten me njëri tjetrin, ta largojnë të mallkumin shejtan, gjejnë gjitha mënyrat prap për t'u qetësu dhe për të vazhduar jetën. Është shumë e lehtë gjesh me njëri tjetrin, vëlla, që mos zgjatemi nga një deg në degën tjetër, është shumë e lehtë për të pas grindje. Është shumë e lehtë për t'ia prish zemrën njëri tjetrit. Është heroizëm dhe musliman i jashtëzakonshëm ai që gjen harmoni në familje. E knaq bashortën aq sa ka mundësi, i knaq fëmijët aq sa ka mundësi, e knaq fisin aq sa ka mundësi, shoqërinë aq sa ka mundësi. Po bën podcast, inshallah edhe këtyre vëllezërve motrave nderuar që na ndjekin, t'i japim kënaqësinë këtë Ramazan. Se Ramazani, dhe pse jam i kënaqur me këtë podcast që bëjmë, sepse e fillojmë frymëzimin shpirtëror që në mëngjes. Dhe shpresoj që kjo na vazhdon neve gjatë gjithë ditës, se nëse nuk ka ligjërime, nëse nuk ka fuqi shpirtërore, nëse s'ka kuptim universal të Islamit, do rrim pastaj prit se kam uri se po rri vetëm pa ushqim pa pirë. Nuk është kjo. Ne duhet t'japim ushqim. Për shembull, nëpër xhamia që ka teravit fuqishme, që ka hafizi bekofti i madh i Zot që këndojnë bukur Kur'anin, i kënaqin njerëzit shumë. Hoxhallarët kudo në troje shqiptare, kudo që janë në diasporë, majnë ligjërata të bukura, i furnizojnë muslimanët dhe muslimanet me fuqi shpirtërore dhe mendore. Ky është Ramazani. Dhe ne në këtë oqeanin e madh të mirësisë, edhe ne me podcastin mundohemi t'japim një mirësi, kënaqësi dhe dituri për vëllezërit edhe motrat që na ndjekin. Allahu të shpërblet. Inshallah. Do të thënë është kënaqësi dhe kur të kam kështu përballë, unë falenderoj Zotin që ma ka dhënë këtë mundësi ta marr kështu direkt live. Alhamdulillah. Po të shpresoj që edhe nëpërmjet rrjeteve sociale po shkon inshallah. Inshallah. Folëm pra për Zotin e Universit, folëm për pendimin, folëm për gëzimin që Allahu e ka, folëm për rëndësinë e faljes për Aishen. Në momentin që flasim ke Zoti i Universit, deri ku shkon falja e Allahut për robit vet? Si shtrihet ajo? Sa, më thënë, kush janë ata gjunave që i fal dhe nuk i fal? Deri ku shkon? S'ka kufi fare. Si s'ka kufi fare? Po u pendove, po kërkove falje, po ndryshove, po u udhëzove, gjitha gjinafet falen. Qoftë kufri, mohimi i Zotit, pra është një që ka bëj vepër mohimi. Është musliman, po ka bëj vepër mohimi. Është i musliman, ka bëj shok Zotit. Por i farë kohë, pendohet, i falet. Dy gjinafet më mëdha kush janë? E para është ta mohosh Zotin fare, dhe e dyta ta dhurosh zotra të tjerë që janë zota jo real, bashkë me Zotin e vërtet. Shirku që ne e quajmë, ortakria, për ta thonë në shqip. Po, ortakria. Edhe këto falen. Vrasja, vjedhja, falen. Çdo vepër e keqe, nëse ne kthehemi ke i madhi Zot, ai na pret neve me faljen e tij. Do të tregoj një rast për ta konkretizuar që mos të keq kuptohemi. E përdor shpesh algoritmin dhe llogarinë matematikore hyjnore. Ma thuj. Tregon pejgamberi alayhis salam një perl në kuptim. Tani pejgamberi alayhis salam e ka pas shpalljen për të madhët Zot. Pse? Ka pa xhenetin, ka pa xhenemin. I rob që shef gjërat gjitha, o laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ka thon Kurani, ka parë shenjat më të mëdha të Zotit i natën e Mirajit për shembull. I bie që kur të vinë tokë, flasi vetëm për gjëra të mëdha, mos ta përfshi gjinovqarin fare. Thotë je i shkatrum gjinovqarit. Asaj që bën vepra të këqija, imorale, mashkull apo femër. Thotë ky i mbarum xhenem, nuk është kështu. Sepse ai nuk folte, domethënë robi e bë këtë gabim. Je mirë për shembull, shef në njërin duke bë gjinaf, thu leja se ky është i mbarum, ky s'ka lidhje me jo. Ja.
se pejgamberi se ka pas nga vetja. Zoti nuk është vetëm për ato që bëjnë natë miraxhi, Zoti është për të gjithë. Çfarë tregohet për një person në popull që kanë kalu? Jetonte me një ambient që u vritin njerëzit kot. Domethënë për hiç gjë. Mos them që kush vriste ishte më i nderumi i popullit. Kot kaubojse. Ko të merr, nuk tregohet fiks, po që thot përpara. Kaubojse të më mbrapa, po them se si ide. Po që me vraj ishte i nderuar. Kush kishin nishan. Vret njëri 99 vet. 99 vet. Imagjino çfarë njeriu mund të ketë qenë. Kjo është hadithi sakt, ke Buhari, ke Muslimi. Edhe i lëndohet zemra. E kupton që ajo është rruga drejt. Imagjino çka kaosi social ka qenë që ka vrarë dhe ai vazhdo të jetonte i lirë. Po flas deri këtu ka shku pejgamberi se Zoti ja ka mësuar edhe këtë me i përfshi në Islam gjithë shtresat njerëzore, çdo vend, çdo kohë. Pyet, a kanë një që të më shpjegojnë një gjë për fen? Se kam i pyetje. I thojnë njerëzit njëri mas tjetrit, të fesë ishin të rrallë, a kupton, gjeshin në një që tipte në shpjegim për besimin nga Zoti ishte tmerr. Imagjino njerëzit u vritin për hiç gjë. Dhe i thojnë është filan vend një person që do ta shpjegoj ty pyetjen që ke fetare. I shkon atij ai shkreti, rob i mirë, po i padijshëm. I parasysh ka njerëz të mirë, falen shumë, agjirojnë, po nuk do të japi shpjegime fetare. Se domethënë një që është ajo që të thash, një që falet shumë, agjiron, ton tente për shembull e kështu, edhe vllai duken gjithë qafir atij. Pse? Sa ai e ka me emocion. Islami nuk është emocion, është dituri pa emocion. Pa qenë i nxehur. Duhet i dish gjitha, ta kesh qartë pasqyrën që t'i jap shpjegim atij që po të pyet. Dhe ky ishte shumë ibadetçi, adhuronte Zotin, po s'kishte dije. Dhe imagjino ti thoj atij vëlla, një kam vrajt bote qafir. Jo më, i tha çka ke? Tha un kam një breng të madh në zemër. Tha më thuaj, i thot kam vrarë 90, sa i tha vëlla, kam vrarë 99 vet, a ka pendim për mua? Edhe i foli keq. Me të vetën ai mendoi se po bën mirë, po si mas dijes Islama i bëri gabim. Ti tha ke vrarë 99 vet, ka pendim për ti ke po zin tok. Ç'a pendimi don ti? Dhe u nxej ky person, thot pejgamberi alayhis salam, edhe nga natyra ishte shumë gjak nxehtë, edhe e vrau u bën 100 vet. Edhe vazhdoi. Masi vazhdoi, e ndjeu prapë që ka bërë shumë gabime në tokë. Të jashtëzakonshme. Megjithëse në atë kohë vrasja ishte normale, po flasim për një kohë shumë specifike. Dhe pyet prapë. I thojnë, është një njeri i dijshëm. Tani jo i devotshëm. Është një njeri i dijshëm. Është dallim. Ai që i dijshëm, inshallah është dhe i devotshëm, po jo çdo njeri që është i devotshëm është dhe i dijshëm. Po, dija e përfshin devotshmëria. Po. Jo, është në rregull për atë vetëm, por nuk i di gjitha tekstet me e shpjegu, sepse kjo është matematik. Është shumë e vështirë, duhet të kesh shumë kujdes kur flet me njerëzit dhe i shpjegon njerëzve fen, se hyn gjinaf të madh. Dhe i shkon atij. I thot, çfarë ke o njeri? Ky dietar tani. I thot, kam vrarë 100 vet. A ka pendim për mua kretin? Do me mendimin që s'ka. Ai shive fjalia ndryshe. Tha, kush ndërhyn midis teje edhe pendimit ke Allahu madhnushëm. E para, shive, direkte nota pozitive që edhe për atë, pse mos t'i hapësh derën e pendimit kur Zoti e ka lënë të hapur. Shive, fjalia e parë në hadith të saktë, tha kush mund të ndërhyjë midis teje dhe pendimit tek Allahu madhnushëm. Ja dridhi trupin këtij njeriu. Tha më thuj o robi i Zotit, ka shpresë për mua? Tha ka shpresë për ty. Vetëm i tha, do të tregoj sekretin e pendimit që ti duhet bësh. Tha më thuj se pasha Zotin, pasha Zotin do ta bëj. Tha dëgjoj, në vendin kaos ku jeton ti, të kaosit social, të njerëzve të këqij, ku vrasja nuk është problem, në fakt është nga gjinafet më të mëdha në Islam, është nga gjinafet e mëdha të vrasësh i person padrejtisht. Thot pejgamberi alayhis salam do ta marri personi atë që ka vrarë dhe do shkojë për ke Zoti i gjithësisë për të marrë gjykim dhe gjaku i tij i pafajshëm rrjedh dhe ai gjatë gjithë rrugës kur shkojnë ky për gjykim do thot Zot kush ma derdhi gjakun pafajsisht. La ilaha illallah. Si mund t'i dalë Zotit me një person që ti e ke vrarë? Por në këtë rast ky i thot do të ka pendim për ty, do të tregoj unë
rrugën se si pendosh, i vejdishmi. Tha më thuj pasha Zotin se do ta zbatoj. Tha ti po jetove në këtë popull të keq. Ti asnjëherë tha s'ke për ndryshuar, ti do të vazhdosh vrasjen megjithëse her pas here pendohesh. Tha ç'a të bëj? Tha po të tregoj për një popull të mirë, do shkosh të jetosh atje. Unë i them gjithë vëllezërve dhe motrave të nderuara që na ndjekin neve në podcast në këtë Ramazan, shmangju të këqive në Ramazan mos të bësh gjinafe. Se ç'a ndodh vlla, ke shok të keq, ke shoqe të keqe, po nuk e ndjen mujin e madhnushëm të Ramazanit, të ftofet zemra. Do merresh me njerëz që nuk kuptojnë ç'është Ramazani dhe ti do hysh në gjinave, po hyn në unë e them troç, jo se s'pranohet Ramazani. Po nëse në Ramazan nuk do t'i shmangësh gjinafeve, nuk do ta ndjesh kënaqësinë e mujit të madhnushëm, nuk do ta ndjesh mjaltin e Ramazanit. Për Zotin, i them gjithë vëllezërve dhe motrave që na ndjekin, shmanguni gjinafeve ta ndjeni mjaltin e këtij mujit të madhnushëm. Dhe ky person kur i tha do të shkosh jetë po, tha do të shkoj të jetoj atje. Dhe u nis vëlla për shku për të jetuar në vendin e mirë. Rrugës zemra i rrihte vetëm për pendim. Lotët i rrihshin nga syt. Dhe gjatë rrugës ja merr Allahu shpirtin. Parit ke vendi të mirëve, po me zemrën plot për të shkuar atje. Në kohën që ishte duke i dalë shpirti, vin engjëjt të dy palëve. Thot pejgamberi alayhis salam, nisën engjëjt e dënimit, se ky njeri kishte bë krime shumë, nisën engjëjt e mëshirës me idenë që ky është pendu dhe ngel pending situata. Shpirti s'po e merrte asnjëra pala as tjetra, derisa Zoti thot dërgon një dëshmitar tjetër, një engjëll që u bë si dëshmitar dhe i tha: Zoti po ju trajton çështjen duke ju thonë, mateni tokën me vendin e mirë që po shkon dhe me vendin e keq që la. Nga afër të jetë më shumë, ashtu merreni. Nëse do ishte më afër nga vendi i njerëzve të këqij, do ta merrshin engjëjt e dënimit. Nëse do ishte më afër vendit që ishin njerëzit e mirë, do ta merrshin engjëjt e mëshirës. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, për pak thot shumë, ishte më afër vendit mirë dhe Allahu mëdhnushëm e mundsoi që ta merrshin engjëjt e mëshirës. Tani vëlla, i dashur Zotit begatoft, ky hadith është shpresë për ne sot. Vallai më dhe shumë. Se ka njerëz që thonë s'do gjëroj këtë vit se gjinafet e mia s'numërohen. O vëlla, e motër ti s'ke vrajqin vet. Allah. Ka njerëz që thotë s'do më fali Allahu megjithëse po marr Ramazan se un kam bë gjinafe shumë, ti s'ke vrajqin vet. Kështu që këtë hadith e themi si kapaciteti i madh i mëshirës dhe faljes Allahut, po edhe për t'i dhënë shpresë vëllezërve dhe motrave që do dalim nga ky Ramazan pa gjinafe, për shkak se vëllai im asnjë besoj nga ato që na ndjekin, asnjë s'ka vrajqin vetet këtë bëj gjinafe të kësaj natyre. Kështu që mëshira dhe falja e Allahut është e pafundme. Është Më fal, po shikoj edhe kohën që na ka ecë pak, a? Ka ecë, vetëm mund kam me një merak. Të të ngacmoj tani jashtë temës për një ngjarje me popullin e Musait që kërkonte shi dhe njeriu brenda. Po këtë do ta lëm për podcastin tjetër. Se ajo na le pas sa valla, ma po Allah, po është shumë e gjalla se ne do ta komentojmë atë. Ajo është perl, po valla im. Jo, thash që do të dalësh. Jo, më fal, të flasim me faktet. 5:27. Kur kemi filluar? Jo, ajo ngjarje është. Ajo na e myll në 6. Jo, ajo ngjarje është. Ajo i vevulën pastaj dhe thu. Inshallah, po patëm mundësi, do ta trajtojmë podcastin. Inshallah ne jep Allahu jetë nesër që vjen. Ajo që do t'i thoja vëllezër dhe motrave është që mund të na shkruajnë për temën që ato dëshirojnë. Pra, ne ngaherë mendojmë për një temë, po vëllezërit dhe motrat që na ndjekin mund të dëshirojnë një temë tjetër. Kështu që vëllezër motra nderuara që na ndiqni, në aktualisht jemi 3500 në Instagram, 1600 në Facebook. 1600 nuk e di në TikTok. Kemi edhe TikTokun sot? Duhet jeni gati 6000 total. 6000 njerëz mund të jenë live. Ka njerëz edhe në TikTok. Po pra, TikTok, vetëm i gjë kanë TikTok që mund ta ndjekin, që e kanë 400 vet, po amon mos ta hapin shumë. Masi të marrojmë futuni vëlla në Facebook se në TikTok Zotin nuk je shumë i TikTokut. Shiqyr vllase. Zot na ruaj. Ne asgjë nuk na vlerësoj më, po ideja është thonë që ka budallë që në Ramazan as nuk bëhet fjala. Jo, mashallah. Njëna thotë ne duam dëgjojmë pafund, thotë. Na mbush zemrën me mirësi
jeni dritë dielli e bekuar nga Allahu, rrezatoni mirësi. Zoti të shpërbleft edhe ty që na mundson këtë mesazh të na kënaqet shpirti, edhe Zoti inshallah gjithmonë na bashkoft me vepra të mira. Gentian Kastrati thot Allahu ju ruajt e ju begatoft. Po bo dhe pak qeshme se siç duket e ka me TikTok-un vllai që them unë. Po se ne gazmojmë se ne i duam të gjitha. Patjetër. Përshëndetje nga Verona, thot një vëlla. Verona është në Itali. Po, në Itali. Edhe Atigje thot Zoti ju shpërbleft, Gerti agjërim të bardh gjithëve, ka kënaqësi dhe lezet kur i dëgjojmë vëllezërit edhe motrat nga kudo. Na kënaqet thot Hoxhi Dashtun. Kosova është i dashur vëlla? Besoj u botem TikTok-ut thot Alban Haka, thot tek unë kam mbyll TikTok. Ai inshallah, nuk kemi qëllim me mbyll. Ka gjëra edhe të mira. Po, nuk kemi qëllim me mbyll, Ka gjëra edhe të mira në TikTok, se ka shumë ligjërata, ka mirësi, por mashallah. Qëndresa Duraku thot përshëndetje nga New Yorku. Sa është New Yorku, është Jacia atje? Po, ato vazhdojnë akoma tani, domethënë. Ka Piacenza. Ato vazhdojnë akoma ushqen, mund të si mund të na shkruani vëllezër motra nderuara nga në ndiqni. Përshëndetje thot Sara nga Italia. Zoti ju shpërbleft që përcjellni këtë mirësi. Demir Ademi nga München, Gjermani. Mashallah, Treviso, pas kemi shumë nga Italia. A ka mundësi thot për Sulejmanin alayhis salam thot si temë thot agjërimi. Arieta nga Austria, po inshallah, Sulejmanin e kemi pasion në idenë. A e di pse më pëlqen Sulejmani, se fillojmë temën e vëlladë, më duket sabau do na iki sot. Po. Sulejmani tregon fuqinë e madhe që duhet të ketë një pejgamber, edhe mirësinë e shkencës. Po. Një podcast thot me Xhibrailin Eminin. Po, thot dikush tjetër me historinë e Ejupit, thot Bajram Lugiçin, thot inshallah. Me historinë e Ejupit, thot Fala nga Zvicra, thot Albin Abazi, Stuttgarti, nga Belgjika, Zvicra, nga Alidemi, mashallah. Mashallah nga Alidemi që ka. Dikush nga celulari. Po, noshta ngreta un pa dashje, nga Gjermania, pasi nga Alidemi, mashallah. Tek e larkët. Tek Alidemi ke shumë larg. Soti i begatoft inshallah, ja u shtoft mirësi. Vjena. O zot, Gjermania. Mashallah. Vlerat e haxhit dhe tumres. Vlerat e haxhit dhe tumres, po. I kërkojnë si temë. Po inshallah. Nga New Jersey. Ariela. Gjermania ka shumë, Zvicra. Ti vetëm thumu kështu? Miniu. Ti vetëm thumu kështu, më thotë, po nuk je. Ne kemi shumë material, po unë them një pjesë ta. Jo, ne i dua dhe shumë neve, se pjesa e temës është mirë që një pjesë për faljen, se s'mund ta mbarojmë dot me një. Jo, për faljen dhe e kemi lënë që është historia që ndodh me Musain kur del për të kërkuar shi. Ajo është nga historitë që mund ka bëu shumë përshtypje kur kam hyrë fe, ajo ka qenë histori shumë e bukur. Është e vërtetë. Që nëse do kemi mundësi, domethënë dua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu salati wa tamu taslim ala nabiyina Muhammad. Falënderimet i takojnë të madhit Zot, sunduesit suprem të këtij universi. Përshëndetje mbi pejgamberin ton dashur Muhammedin alayhis salam dhe mbi gjithë njerëzit e mirë. I madhi Zot qofshim fal, të lutemi me shpirt edhe me zemër të na i falësh gjitha gjinafet në këtë muaj të begat të Ramazanit. I madhi Zot, nuk e përshkruajmë dot me fjalë sa falënderues jemi ndaj teje. Ishim në mos ekzistencë dhe vetëm urdhri jot i jashtëzakonshëm na mundsoi që ne të jemi nga njerëzit që ti i ke krijuar. I madhi Zot na krijove, na formsove në barqet e nënave tona në mënyrë ekzemplare dhe të mrekullueshme. I madhi Zot na mundsove kur dalim nga barqet e nënave tona në këtë botë, ti kishe krijuar të gjitha kushtet për të jetuar, për të rritur dhe për të vazhduar jetën. Faleminderit i madhi Zot që mirësitë tua janë të pafundme për njerëzit e tuaj dhe faleminderit që na mundsove neve të jemi nga ato që të besojnë, të kuptojmë, studiojmë në rrugën tënde dhe e kemi të qartë që madhështia jote është shumë më e madhe se ne që kuptojmë, por gjithsesi elhamdulillah që ne jemi prej besimtarëve dhe besimtareve.
I madhi Zot na fal neve mëkatet, familjeve tona dhe gjithë ummetit pejgamberit Muhammed alayhi salam. I madhi Zot, o i plot fuqishëm, o i gjithë fuqishëm, o mëkat falës, o formsues, o i gjithë mëshirshëm, o mëshirë ploti, o i buti, o i dhemshuri me krijesat e tua, o i dashuri me robët e tu. Na mundson neve të jemi nga njerëzit e devotshëm. Na mundsoj madhi Zot që ta bëjmë përmendjen tënde, ligjëratat për ty me një emocion të madh dhe me shpirt edhe me mendje të kulluar. Amin. I madhi Zot na mundson neve nga ato që ecin rrugën e drejtë dhe janë të ruajtur nga mëkatet. Amin. I madhi Zot na ruaj neve dhe na largon nga mëkatet siç e largove lindjen nga Perëndimi. Amin. I madhi Zot na e përsos neve fen ton që është kreu i çështjes tonë. O Zot i madhnushëm, na e përsos jetën në këtë botë në cilën e jetojmë. I madhi Zot na mundson neve përsosmërinë botën tjetër ku do të vijmë. I madhi Zot na jep jetë të gjatë dhe të mbushur me vepra të mira. Dhe na e bën neve qetësi dhe mrekulli mbasi të vdesim. I madhi Zot të qofshim fal. I madhi Allah na i përsos neve të gjitha të fundet e çështjeve tona. O i madhi Zot, mos na turpron neve në jetën e kësaj bote dhe na bën neve nga ato që janë të ruajtur nga dënimi në botën tjetër. I madhi Zot, o fuqiplot, o furnizues, na jep neve furnizim pa llogari në këtë botë dhe në botën tjetër. Amin. O Zot, na furnizo pa mas në këtë botë dhe në botën tjetër. Amin. O Zot i madhnushëm, na furnizo pa mas në këtë botë dhe në botën tjetër. O Zot, na mundësot të jetojmë si musliman të jashtëzakonshëm. Na mundësot vdesim me fjalën La ilahe illallah. O Zot, kur t'japim shpirt i kënaqur me ne. I madhi Zot na bashkon në ditën e gjykimit me pejgamberët, me të sinqertit, me dëshmorët e punëmirët. O Zot, na jep librin nga e djatha në ditën e gjykimit. Na e rëndo peshoren me vepra të mira. Na mundsoj i madhi Zot ta kalojmë murin e siratit me shpejtësi dhe na bën nga ato që e shijojnë xhenetin e përjetshëm, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Amin. O Zot, na mundsoj që në botën tjetër ta shikojmë madhështinë, lartësinë dhe bukurinë tënde. Ti je më i madhi, më i lartë, më i miri, më i bukuri. I madhi Zot na jep mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër. Na ruaj nga dënimi i zjarrit të xhenemit. Na fal gjinafet neve, prindërve tanë dhe gjithë ummetit pejgamberit Muhammed alayhi salam, kur dalim i madhi Zot përpara teje. O Zot, këto janë lutjet tona, përgjigjja vjen nga ti. O Zot i madhnushëm, këto janë lutjet tona, përgjigjja është vetëm nga ti. I madhi Zot, këto janë lutjet tona, përgjigjja vjen nga ti, që çfarëdo që t'i japësh njerëzimit, asgjë nuk paksohet nga pushteti jot. Amin, 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 ja Rabbel Alamin. Allahu të shpërbleft në xhenet. Amin, amin, Edhe për të vazhduar lutjen, Allahu na pranoft agjërimin, amin. na lehtësoft edhe inshallah nesër mëngjes, pra Amin. pak para së fyrit jemi Inshallah. përsëri në podcast inshallah. Amin. Selamu alaikum, Zoti ju ruaj dhe shpërbleft që të gjithëve që na ndoqët.